Dashi, sot do të ndjeni jashtëzakonisht të ndjeshëm dhe do të hasni momente ku fjalët e të afërmve mund t'ju lënë paksa të tronditur, për shkak të ndikimit të hormoneve që zëvendësojnë emocione të thella. Nëse jeni në një marrëdhënie, duhet ta kontrolloni veten dhe të shprehni ndjenjat me maturi, në mënyrë që të shmangni të lashet të një pasnjëshme me partnerin tuaj. Për ju beqarët, nuk do të mund të realizoni takimet që keni ëndërruar, duke ju lënë një ndjesi të thellë braktisje nga yjet. Në punë do t'ju kërkohen detyra me urgjencë dhe, edhe pse mund të ndjeni ankth, do t'i përfundoni ato në kohë, ndërsa gjendja financiare do të mbetet e qëndrueshme, pa asnjë përmirësim të konsiderueshëm. Demi, hëna do t'ju nxjisë takime gjatë kësaj dite, megjithse kjo mund të ju shpërqendrojë nga disa objektiva të rëndësishme. Nëse jeni në një marrëdhënie, përpiquni të organizoni darka romantike, pasi përpjekjet e vonuara mund të shkaktojnë probleme në të ardhmen. Për ju beqarët, mundësitë për takime do të jenë të shumta dhe duhet të shfrytëzohen maksimalisht. Në ambientin e punës, entuziazmi do t'ju pushtojë dhe do të kryeni detyrat me krenari, ndërsa gjendja financiare mund të paraqesë disa turbuj, duke kërkuar vëmendje të veçantë në shpenzime. Binjakët, mëngjesi mund të fillojë me disa vështirësi, por gëzimi i Venusit do të rikthejë lumturinë dhe entuziazmin gjatë pasdites. Nëse jeni në një marrëdhënie, planifikoni aktivitete të përbashkëta si gatuajtja dhe argëtimi për të shmangur heshtjen dhe monotoni, duke i dhënë ditës një ndjesi freskje. Për ju beqarët, është e rëndësishme të mendoni me kujdes para se të hidhni hapa, pasi nuk është e domosdoshme që të pranoni çdo ftesë që ju bëhet. Në ambientin e punës, vendosni disa limite dhe mos pranojnë çdo kërkesë nga shefat, ndërsa gjendja financiare do të jetë e mirë. Gaforja. Gjatë kësaj dite, yjet do t'ju ofrojnë mundësinë të vini pikat mbi i në të dy planet, profesional dhe sentimental, duke ju lejuar të merrni vendime të rëndësishme. Nëse jeni në një marrëdhënie, mund të ndjeni të turbullt për të vendosur hapat e ardhshëm. Përpiquni të përdorni fjalët me kujdes, pasi ato mund të përkeqësojnë situatën. Ju beqarët do të merrni kohë për të reflektuar dhe do të ndërmerrni veprime të menduara mirë, pa u lëvizur përpara pa menduar. Në ambientin e punës, ndryshimet do të jenë të mëdha dhe do të ndjeni më kurajoz për të sfiduar çdo situatë, ndërsa financat do të jenë në një gjendje mesatare. Luani, sot do të ndjeni se planetet po ju ndriçojnë dhe po ju nxisin të mendoni me realizëm, duke shmangur abuzimin me durimin dhe tolerancën në marrëdhënie. Nëse jeni në një marrëdhënie, është thelbësore të respektoni partnerin tuaj dhe të shmangni konfliktet e panevojshme që mund të çojnë deri në ndarje. Ju beqarët do të jeni më të qartë për atë që dëshironi të bëni në jetën tuaj dhe do të pranoni ftesat që do t'ju bëhen. Në ambientin e punës, përballoni sfidat me kujdes, pasi kolegët mund të mos ofrojnë mbështetjen e duhur, ndërsa në planin financiar duhet të mbani këmbët në tokë dhe të shpenzoni me kursim. Virgjëresha. Dita e sotme do të jetë e mbushur me entuziazëm, ku do të i kushtoni shumë rëndësi jetës tuaj sentimentale dhe do ta mbroni atë me çdo kusht. Nëse jeni në një marrëdhënie, marrëdhënia me partnerin do të marrë një ton më të ngrohtë dhe më të bukur, duke sjellë një ndjesi të thellë të afërsisë. Për ju beqarët, do të keni disa takime, por duhet t'i lini kohën e duhur që të njoheni mirë para se të bëni hapa të rëndësishëm. Në ambientin e punës, do të jeni të përkushtuar dhe do të hidhni çdo lloj hapi për të arritur qëllimet tuaja, ndërsa situata financiare do të përmirësohet me masat e duhura. Peshorja. Sot do të kërkoni qetësi dhe harmoninë në çdo aspekt të jetës suaj, duke ju përpjekur të mbani një ambient të qetë në marrëdhënie. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të përpiqeni të kuptoni partnerin tuaj në thellësi dhe do të luftoni kundër shtimet mendore që mund t'ju vinë në kohë. Ju beqarët, mos fshehni ndjenjat tuaja. Shpreha e tyre do t'ju sjellë përgjigje pozitive dhe do të lehtësojë procesin e takimeve. Në ambientin e punës, do të jeni shumë të përqendruar në objektivat që keni vënë vetes dhe do të kanalizoni energjinë për të arritur sukses. Gjendja financiare do të jetë pikërisht ajo që do t'ju ofrojë siguri, duke mos qenë as shqetësuese as të papërballueshme. Akrepi. Gjatë kësaj dite do të jeni shumë të kujdesshëm dhe do t'i kapërceni me lehtësi të gjitha pengesat që ju hasni. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të shprehni ndjenjat me pasion të pafund, duke i dhënë rëndësi të veçantë jetës intime dhe duke sjellë nota pikante që do të forcojnë lidhjen. Për ju beqarët, edhe pse disa takime mund të jenë të pakënaqura, do të keni mundësi të bëni njohje të reja. Në ambientin e punës, fillimisht situata mund të duket sfiduese, por me kalimin e kohës dhe mbështetjen e kolegëve, çdo gjë do të shkojë më mirë. Gjendja financiare do të jetë e mirë, duke ju mundësuar edhe të shlyeni disa borxhe të vjetra. Shigjetari. Gjatë kësaj dite, do të jeni i gatshëm të përvini mëngët dhe t'i bëni gjërat sipas planit tuaj të mirë organizuar, duke mos u ndikuar nga zëri i jashtëm. Në marrëdhënie, do të kaloni momente romantike të mbushura me lumturi, ku pranë partnerit do të ndiheni si mbi re.
Ju beqarët, besimi tek miqtë e ngushtë do t'ju udhëheq drejt takimit të princit të kaltër, duke sjellë një ndjesi të re shprese. Në ambientin e punës, organizimi i mirë do t'ju lejojë të përballoni ngarkesat pa probleme, ndërsa në planin financiar duhet të jeni shumë të kujdesshëm për të shmangur marrjen e huave si zgjidhja afatgjallë. Britsjapi. Sot do të ndiheni disi më të përgjegjshëm, megjithse shpesh do të mos pranoni gabimet që bëni, veçanërisht nëse jeni në një marrëdhënie ku fokusoheni te cilësitë dhe dobëtat të partnerit tuaj. Është e rëndësishme të kuptoni se askush nuk është perfekt dhe pranimi i gabimeve do t'ju sjellë më shumë lumturi. Ju beqarët duhet të mendoni me kujdes para se të bëni zgjedhje që mund të ndikojnë në jetën tuaj. Në ambientin e punës, mbrojeni të drejtat tuaja me çdo kusht dhe mos lejoni që ndonjë konflikt të prish harmoninë. Kontrolloni shpenzimet për të ruajtur ekuilibrin financiar. Ujori. Urani do të jetë pranë jush gjatë kësaj dite, edhe pse do të kaloni disa momente sfidë dhe peripeci që kërkojnë durim maksimal. Nëse jeni në një marrëdhënie, lidhja me partnerin mund të humbas një farë intensiteti, duke sjellë momente të mërzitura, prandaj mos u tregoni gjithmonë të pakënaqur. Ju beqarët duhet të mos injoroni mundësitë që ju ofrohen, pasi do të pendoheni nëse mbeteni pas dore. Në ambientin e punës do të formuloni idetë me qartësi dhe do të merrni vlerësime pozitive nga miqtë tuaj, ndërsa gjendja financiare do të përmirësohet duke ju mundësuar shpenzime të shtuar. Peshqit. Gjatë kësaj dite do të vlerësoheni për karakterin tuaj të shprehshëm, duke ju mundësuar të kaloni me sukses edhe sfidat më delikate. Nëse jeni në një marrëdhënie dhe keni hasur probleme me partnerin, mos mbyllni sytë dhe veshët, pasi kjo do t'ju pengojë të vazhdoni me paqe. Ju beqarët do të jeni të vendosur të realizoni për vete personin që pëlqeni, duke arritur qëllimet shpejt dhe me efikasitet. Në ambientin e punës do të tregoni profesionalizëm të lartë, por për të mos u lodhur, bëni pushime të rregullta, ndërsa situata financiare do të kërkojë kontroll të vazhdueshëm për të shmangur shpenzimet e palogjikuara. Përshëndetje! Nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!